Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar këtë të diel listën paraprake të zgjedhësve. Në këndin e vendosur për ta, mund të bëhet edhe verifikimi nëse të dhënat janë pasqyruar sakt. Bëhet fjalë për 294.155 emrat që tashmë kanë marrë konfirmim për të votuar në 11 maj. Kontrolli do të mund të bëhet duke vendosur numrin e identitetit, emrin, mbiemrin, atësinë dhe ditëlindjen. Në këtë mënyrë, të gjithë zgjedhësit që rezultojnë në listën e votuesve nga jashtë janë hequr nga ata që janë brenda territorit. Por edhe në këtë rast, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka lënë kohë deri më datë 10, ku ata që do të duan të vinë në Shqipëri për të bërë zgjedhjen e dytë, tu bëhet rregullimi në listë. Tashmë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vijojë punën me përgatitjen dhe miratimin e listave të kandidatëve që do të paraqiten nga partitë politike, çka do t'i hapë rrugë dhe miratimit dhe premtimit të fletëve të votimit. Procedurat që pritet të përfundojnë deri më datë 16 prill do të pasohen me dërgimin e zarfave, në të cilat do të jenë dhe fleta e votimit në banesat e deklaruara të emigrantëve.